أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. Falemenderimi dhe lavdërimi I takon Allahu Gjellëshanuhu, atë falemenderojmë, në atë mbështetemi nga ai ndihmë dhe udhëzim kërkojmë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi shpirtin e Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të pastër dhe mbi të gjithë besimtarët islam, të cilët ndoqën, ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e Muhammedit alayhi salatu wassalam deri në ditën e Kiametit. E ne I lutemi Allahu Gjellëshanuhu në këtë ditë të këtij muaji të bekuar që Allahu të na pranon në lutjet tona dhe të na regjistron në listën e besimtarëve të vërtet dhe drejt, ta bënë të mundshme që këtë muaj ta kalojmë me ibadet ashtu siç do të jetë Allahu I kënaqur dhe ashtu siç na ka porosit pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe në fund kërkojmë që Allahu të na pranone inshallah. Të nderuar, të dashur dhe të respektuar, sot do të përcjellim një mesazh të shkurtur në lidhje me një smundje të zemrës, me një gjinah I cili konsiderohet nga gjinahet e mëdhaja, e cila është bë e përditshme në jetën tonë dhe nuk I shtojmë rëndësi të madhe, por ajo është vetë një gabim shumë I madh dhe ajo është gënjeshtra. Gënjeshtra është përhapur në mesin tonë dhe kështu që po çdo ditë të rit të vegjëlit tonë rriten duke dëgjuar gënjeshtra. E të mëdhenjët bëjnë gënjeshtra duke mos u tërpruar, duke as pak mos u tërpruar. Dhe gënjeshtra me të arsyetohen bashortët, me të e kanë si argument bashortët mes tyre, arsyetohen fëmijët, nuk mund të shpëtojnë as të mëdhenjit as të vegjëlit. Gënjeshtra është bë edhe një produkt I tregtarëve. Po ashtu ajo zem vend shumë të rëndësishëm në gazetat, në shkrimin e gazetave, po ashtu edhe te politikanët, humoristët dhe kështu me radhë. Sa është e rrezikshme ky fenomen, vetë tregon se Allahu Gjelle Gjelalu wa Gjelle Shanuhu e ka përmendur në shumë vende në Kur'an duke na tërhekur vrejtjen, po ashtu edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithet e tij. Allahu Gjelle Shanuhu në shumë vende në Kur'an tregon rrezikun e këtij fenomeni, kësaj smundje të zemrës. Unë vetëm do të marr di ajete për shkak të kohës, të cilët tregojnë sa I rrezikshëm është ky fenomen apo ky gjuna ose kjo smundja e zemrës. Thot Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanuhu në suratul Ghafir: Inna Allaha la yahdi man huwa musrifun kadhab. Allahu asesi nuk e udhëzon një njeri I cili I ka tejkalu të gjitha kufit e harameve dhe atë I cili gënjen. Pra shifet këtë se Allahu Gjellëshanuhu gënjeshtrën e ka krahasuar, apo atë të cilin gënjen e ka krahasuar me një njeri I cili I ka kaluar të gjitha kufit e harameve. Dhe kuptohet se ki konsiderohet një njeri më I keq I cili konsiderohet ka Allahu Gjellëshanuhu për shkak se I ka kaluar të gjitha kufit. Me këtë njeri e ka krahasuar Allahu Gjellëshanuhu edhe gënjeshtarin. Dhe thot se Allahu nuk e udhëzon
as këtë njeri të cili I ka kalu kufit e haramit pa as gënjështarin. Dhe kuptohet, a njeri që mbetet I pa udhëzuar në këtë botë, a e ka humbur edhe rrugën për në xhennet. Allahu na ruajt inshallah. Kurse në ajetin tjetër thot Allahu xhalleshanuhu: "Fajtanibu rijsum min al-awthan wajtanibu qawl az-zur." Largoheni nga fllësirat e idhujve dhe largohuni nga rrena. Pra rrenën e ka krahasuar me idhuj. Dhe kuptohet se njeriu I cili rren është njëjtë sikur ai I cili adhuron idhujt. Dhe të adhurosh idhujt është një gjëna të cilën Allahu nuk e falën. Inna Allaha la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Me të vërtet Allahu xhalleshanuhu nuk e falën nëse I bëhet atij ortak, shok, e ja falën kujt e don të tjera, gjinaha të tjera. Pra këtu shifet se masi Allahu nuk e falën gjinahin e idhujtarit, nuk e falën edhe gënjështarin. Ai është I humbur në këtë dynja dhe është I humbur edhe në botën tjetër. Po pejgamberi alayhi salatu wassalam thot në hadiset e përmenden këtë fenomen në shumë hadiset e tij. Unë dhe të përmendi disa nga hadiset e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ku ai thot se gënjështari nuk është besimtar. Kur e kam pyet një rast pejgamberin alayhi salatu wassalam, a mund të jetë besimtari frigacak? Ka thënë pejgamberi, po. A mund të jetë besimtari koprac? Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, po. A mund të jetë besimtari renacak, gënjeshtar? Ka thënë asesi jo. Pra nuk mund të jetë edhe besimtar edhe gënjeshtar. Me në rast tjetër thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, thot gënjeshtra është një prej cilësive të munafikut. E munafiku është njeriu më I keq në ftyrën e tokës dhe ata janë në shtresat më të ulta të xhehenemit. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam thot cilësitë e munafikut janë 4. Kur flet rren, kur premton nuk zbaton, kur I besohet diçka tradhton dhe kur I dhrohet I kalon të gjitha kufit. Pra si shifet se edhe kjo cilësia, një cilësi e munafikut është rrena dhe këta janë njerëzit më të këqij dhe këtu kuptohet se ky fenomen është shumë I rrezikshëm. Pra ne sot në ditët tona I përdorim këtë duke mos e kuptu rëndësinë dhe duke mos I kuptu pasojat e kësaj. Rrena shkatron individ, shkatron familje, shkatron shoqëri dhe shkatron edhe shtete në përgjithësi. Pra I luten Allahu xhalleshanu që të na mbrone dhe të na mundsone që ta kuptojmë rrenën si rrenë, se ajo thot pejgamberi është e cila të çon në të keqe, e keqja të çon në xhehenem. Ai I cili vazhdon duke rrejtur konsiderohet rrenavec apo rrenacak, gënjeshtar dhe ka Allahu I tillë regjistrohet. Pra është gënjeshtër konsiderohet edhe nëse I thua fëmiu tënd eja se do të jap diçka dhe ti nuk I jep, të cilën ky fenomen është I përditshët në ditët tona, I premtojmë fëmiu diçka apo e thirrim fëmiun diçka duke mos pas parasysh se ajo mund të jetë t'i ape shumë pasoja të këqija, kështu që ai bes pastaj ti mbillet edhe ati dhe ai të vazhdon me këtë cilësi apo me këtë smundje të zemrës, e cila do ta mposhte në këtë dynjë, do ta poshtërsonë në këtë dynjë dhe në botën tjetër, pra do të jemi prej banorëve të xhehenemit. Allahu na ruajt dhe të gjithëve na falt inshallah nga kjo cilësi na pastroft. Ta kuptojmë vlerën dhe ta kuptojmë rëndësinë e këtij gabimi, e kësaj smundje dhe të largohemi, siç tham, inshallah Allahu xhaleshanuhu na mundson ta kuptojmë rrenën si të tillë, si rrenë dhe të na mundsone që të largohemi nga rrena në ditët tona përditshme. I luten Allahu xhaleshanuhu që ibadetet tona na pranone, I luten Allahu xhaleshanuhu që agjerimin dhe
ibadetet tjera të cilët i bëjmë në këtë muaj, Allahu qabul të na bane. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.